Shënohet viktima e pest e lidhur me ethet e Nilit perëndimor, ndroi jetë një pacient 73 vjeçar. Çështja e pagës mesatare ndes përplasje verbale ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Që nga aktivizimi i sistemit Safe City janë evidentuar më shumë se 300.000 shkelje të rregullave të komunikacionit. Konfiskohen armë ilegale në veri të Kosovës. Kryeministri Kurti thotë se armët me tyta të gjata nuk mbahen për hajër. Të nderuar shikues, përshëndetje. Është regjistruar edhe një rast tjetër i vdekjes nga ethet e Nilit perëndimor. Viktima është një pacient 73 vjeçar i cili kishte një gjendje të rëndë klinike dhe sëmundje të shumta shoqëruese të cilat kanë ndikuar në përfundimin fatal. Numri i përgjithshëm i pacientëve të shëruar dhe të lëshuar nga spitali është 19. Drejtori i klinikës së sëmundjeve infektive, Fadil Cana, ka njoftuar se në vend është regjistruar edhe një rast tjetër i vdekjes nga ethet e Nilit perëndimor. Siç deklaroi Cana, bëhet fjalë për një pacient 73 vjeçar i cili kishte një gjendje të rëndë klinike dhe sëmundje të shumta shoqëruese serioze, të cilat kanë ndikuar në përfundimin fatal. Pacienti qëndroi 22 ditë në klinikë dhe që nga momenti i pranimit ishte në gjendje shumë të rëndë. Ai u shtrua në repartin e kujdesit intenziv dhe u vendos në mbështetje respiratore. I ndjeri ishte nga Shkupi, konkretisht nga komuna e Aerodromit. Deri më sot, gjithsej 5 persona ka humbur jetën nga ethet e Nilit perëndimor në vend. Janë të hospitalizuar 21 pacient, prej të cileve 18 kanë infeksion të konfirmuar me virusin dhe formë neuroinvazive, ndërsa 3 pacient konsiderohen raste të dyshuara. Gjithashtu, numri i përgjithshëm i pacientëve të shëruar dhe të lëshuar nga spitali është 19. Çështja e pagës mesatare ka ndezur debatin në radhës mes pushtetit dhe opozitës. 1163 denar pagë mesatare me ulët për një muaj. Nga LSDM thonë se këto shifra janë dëshmi e rënies së fuqisë blerëse dhe rritjes së presionit mbi familjet. Nga VMRO DPMN thonë se paga në periudhën e tyre është rritur ndjeshëm dhe akuzojnë opozitën për manipulim me shifrat. Ndërkohë që vendi ballafaqohet me paga të ulta, çmime që vetëm rriten dhe standarde dobët, përplasja politike për ekonominë vetëm sa fillohet. Nga LSDM sot kanë akuzuar se politikat e kryeministrit Kristian Mickoski vetëm për një muaj kanë ulur pagën mesatare për 1163 denar, përkatësisht për 2.3%. Ata thonë se derisa Mickoski prezanton çdo ditë matematikë të gëzueshme për rritje të pagave dhe pensioneve. Paga mesatare për një muaj ka shënuar ulje. Sipas tyre, kalkulimet e Mickoskit nuk mund ta paguajnë faturën e asnjë familjeje. Dhe për skaj këtyre, duhet të flasim për, siç thon ata, aeroplanin e ri të Mickoskit. Enti shtetëror i statistikave publikoi se vetëm për një muaj paga mesatare është ulur për 1163 denar, përkatësisht për 2.3%. Për rënjen e standardit të jetesës së qytetarëve nuk u duhet statistika, sepse ata e shohin në shtëpi, në frigoriferet bosh dhe në kuletat e zbrazëta. Paga mesatare për një muaj ka rënë për 1163 denar, ndërsa paga minimale prej 26.000 denarësh nuk mjafton as për 1/3 e shportës së konsumit, e cila është rritur në 70.000 denar. Akuzës së LSDM-s me njëherë është përgjigjur VMRO DPMN. Ata thonë që LSDM-ja të ndaloj me gënjeshtrat, sepse sipas tyre, rritja e pagave gjatë qeverisjes së udhëhequr nga VMRO DPMN është 70% më e lartë krahasuar me periudhën kur LSDM-ja ishte në pushtet. Ja disa shifra që ndoshta do t'ja bëjnë më të qartë udhëheqjes së LSDM-s të vendosur nga Filipçe. Në qershor të vitit 2017, paga mesatare ishte 22.808 denar, ndërsa në maj të vitit 2024 arriti në 41.252 denar. Kjo paraqet një rritje prej 18.444 denarësh për 84 muaj, që do të thotë se paga mesatare është rritur mesatarisht për rreth 220 denar në muaj.
Përplasja mes LSDM-s dhe VMRO-DPMNE-s për pagat dhe standardin e jetesës vazhdon. Me të dyja parti që paraqesin shifra të ndryshme për të argumentuar qëndrimet e tyre. Ndërsa LSDM-ja akuzon për rënje të pagës mesatare dhe rritje të kostos së jetesës. VMRO-DPMNE-ja insiston se gjatë qeverisjes së saj, pagat kanë shënuar rritje të ndjeshme. Në mes të kësaj përplasjeje mbetet gjepi i qytetarit dhe pyetja se çfarë tregojnë realisht shifrat. Vlen ka propozuar rikthimin e shportës shkollore, e cila parashikon zbritje deri në 15% për pajisjet bazë të nevojshme për nxënësit. Në masë do të përfshihen çantat, fletoret, lapsat, markerat, bloqet e vizatimit dhe produkte tjera shkollore. Vendimi pritet të shqyrtohet në seancën e ardhshme të qeverisë. Partia Vlen sot ka njoftuar se përmes Ministrit të Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi ka propozuar rikthimin e shportës shkollore me zbritje deri në 15% për pajisjet shkollore. Ata bëjnë të ditur se në këtë mas do të përfshihen çantat, fletoret, lapsat, markerat, bloqet e vizatimit dhe produktet e tjera bazë që u nevojiten nxënësve për fillimin e vitit të ri shkollor. Kjo është një tjetër mas konkrete e Vlenit në qeveri, me të cilën politika kthehet në ndihmë të drejt për qytetarët. Në vend të premtimeve, fokusi është e masat që u lehtësojnë jetën familjeve dhe ulin shpenzimet në periudha kur ata kanë më shumë nevojë për mbështetje. Nga Vlen thonë se produktet do të jenë të shënuara qartë në shitore, ndërsa zbritja do të aplikohet direkt në ark dhe do të pasqyrohet në kuponin fiskal. Edhe kryeministri Risjan Mickovski ditë më parë konfirmoi që në seancën e ardhshme qeveritare të martën do të marrin një vendim për krijimin e shportës shkollore. Lideri opozitar Venko Filip që ka deklaruar sot se kryeministri Mickovski dhe qeveria vazhdojnë edhe këtë vit me qëndrimin e tyre mizor ndaj vëreshtarëve, siç ka deklaruar ai. Filip që vlerëson se vëreshtarët po përballen me çmime poshtruese të blerjes dhe një rritje të madhe të kostove të prodhimit në mes të vjeljes së rrushit. LSDM kërkon një reagim menjëhershëm dhe një rritje të çmimeve të blerjes, ndërsa gjithashtu do të paraqes një projekt ligj në parlament me cilin çmimi i gjitha varieteteve të rrushit, të verës dhe të tryezës do të rritet me 5 denar për kilogram. Ne po kërkojmë një rritje urgjente të çmimeve të blerjes dhe në të drejtim do të paraqesim një projekt ligj në parlament me cilin çmimi i blerjes së gjitha varieteteve të rrushit, të verës dhe të tryezës do të rritet me 5 denar për kilogram. Kërkojmë gjithashtu heqjen e zbritjes prej 8% që prodhuesit e verës po kërkojnë si parakusht për pagesën e menjëhershme të rrushit të blerë. Deputeti VMRO-DPMNE-s Mile Levkov ka deklaruar sot se edhe pas 5 vitesh dhe një sasi të madhe provash, prokurori Islam Abazi e mbrojti Venko Filipçen, duke mbajtur çështjen dhe provat në sirtaret e prokurorëve Vilma Ruskovska dhe Elizabeta Josifovska nga ish prokuroria speciale publike. Deputeti ka përmendur faktin se Artani Etemi, ish drejtori ekonomik i Spitalit Tetovës, i cili u dënua me 1 vit e gjysmë burg për çështjen e spitalit modular, refuzoi ta merrte dhe ta vinte në përdorim spitalin modular deri në momentin e fundit. Drejtori ekonomik i Spitalit të Tetovës, ku ndodhi zjarri, kundërshtoi instalimin e spitaleve modulare deri në momentin e fundit, sepse ato nuk ishin pajisura për të ofruar kujdes shëndetësor dhe mjekësor, as nuk ishin brenda kornizës së rregulloreve ligjore. Megjithatë, me një vendim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrit të atëhershëm Venko Filipçe, spitalet modulare u vunë në përdorim. Që nga fillimi i funksionimit të sistemit Safe City janë evidentuar më shumë se 300.000 shkelje, prej tyre 180.000 janë kryer nga automjete me targa të huaja. Shumica e dënimeve janë për tejkalim të shpejtësisë. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se që nga fillimi i funksionimit të sistemit Qytet i Sigurt janë evidentuar gjithsej 310.865 shkelje, prej të cilave 301.835 për tejkalim të shpejtësisë, ndërsa 180.378 janë kryer nga automjete me targa të huaja. MPB ka bërë të ditur se këto shkelje janë të evidentuar nga data 2 shkurt 2026 deri më 20 gusht 2026 dhe siç thonë ata, pjesa më e madhe kanë të bëjnë me drejtimin e automjetit me shpejtësi më të madhe nga e lejuara. Sa i përket shkeljeve të kryera nga automjete me targa të huaja që nga fillimi i funksionimit të sistemit Qyteti i Sigurt.
Janë regjistruar gjithsej 180.378 shkelje, ndërsa në periudhën nga 19 gusht 2026 deri më 20 gusht 2026 janë regjistruar gjithsej 5.514 shkelje nga automjete me targa të huaja. MPB u bën apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, që të kemi rrugë të sigurta. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se qarkullimi në pikën kufitare Tabanoc është po zhvillot normalisht dhe pa pritje të mëdha. Ata theksojnë se gjatë periudhës kaluar u regjistruan pritje të shtuara për shkak të procedurave me automjetet me targa të huaja, për cilat sistemi Safe City ka evidentuar kundërvajtjen trafik dhe se gjithashtu është vënë në funksion aplikacioni mobil Qytet i Sigurt, i cili në këtë fazë u dedikohet shtetasëve të huaj. Përmes aplikacionit ata mund të marrin informacione për kundërvajtjet e evidentuara dhe urdhër pagesat e dhëna, si dhe t'i paguajnë gjobat në mënyrë elektronike, thuhet në njoftimin e tyre. Qendra për menaxhimin me kriza ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë regjistruar gjithsej 14 zjarre në hapësira të hapura, prej cilave 9 janë aktive. Qendra njofton se ky numër i lartë i zjarreve paraqet një problem të vazhdueshëm gjatë gjithë muajit gusht. Maqedonia e Veriut po vazhdon të përballet me një sër zjarresh pyllore dhe zjarresh në hapësira të hapura, të cilët kanë përfshirë pjesë të ndryshme të vendit. Sipas informacioneve nga Qendra për Menaxhimin e Krizave, është paraqitur një sfidë serioze për shërbimet zjarfikëse dhe të gjithë sistemin e menaxhimit të krizave, dhe se situata në teren është jashtëzakonisht e vështirë. Sipas raporteve të QMK-s, për 24 orët e fundit janë regjistruar gjithsej 14 zjarre në hapësira të hapura, prej të cilave 9 janë aktive. Ky numër i lartë i zjarreve paraqet një problem të vazhdueshëm gjatë gjithë muajit gusht, kryesisht për shkak të temperaturave të larta të verës. Gjatë këtij muaji, situata ka qenë kritike në pjesën qendrore dhe jugore të vendit. Zjarre të fuqishme janë regjistruar më herët në rrethin të Prilepit, si dhe në Dobrushev, ku flakët kanë përfshirë qindra hektar pyje dhe vegetacion të ulët. Zjarret paraqesin kërcënim për ekosistemet pyjore, tokat bujqësore, ndërsa në momente të caktuara kritike edhe për vendbanimet pranë zonave të prekura. Sipas të dhënave të QMK-s, zjarre aktive ka në 9 komuna në mbar vendin. QMK-ja vazhdimisht u bën thirrje të repta qytetarëve për kujdes maksimal, duke rikujtuar se ndezja e zjarreve në hapësira të hapura është rreptësisht e ndaluar dhe jashtëzakonisht e rrezikshme në kushte të tilla atmosferike. Temperaturat e larta vazhdojnë të përfshin vendin, ndërsa sot pritet të jetë ditë shumë e nxehtë, me temperatura që në disa zona do të arrijnë deri në 41 gradë Celsius, ndërkohë sipas drejtorisë për punë hidrometeorologjike, nesër dhe gjatë ditëve në vijim, temperaturat do të jenë në rënje graduale. Temperaturat e larta vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa temperaturat ditore maksimale sot do të arrijë deri në 41 gradë Celsius. Tregojnë të dhënat e drejtorisë për punë hidrometeorologjike. Nga atje thonë se moti sot do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, me vranësira të pakta deri mesatare lokale. Pasdite, kryesisht në zonat malore, do të ketë kushte për rreqje të rrëmbyeshme shiu dhe shfaqje të bubullimave. Do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi perëndimor dhe veri perëndimor. Temperatura minimale do të jetë nga 13 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 35 deri në 41 gradë Celsius. Në Shkup moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, me vranësira të pakta deri mesatare. Do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi verë perëndimor. Temperatura minimale do të zbresë deri në 20 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 40 gradë Celsius. Sipas njoftimeve të drejtorisë për punë hidrometeorologjike, nesër dhe gjatë ditëve në vijim, temperatura do të jenë në rënje graduale. Gjatë orëve të pasdites do të ketë paqëndrueshmëri lokale, me rreshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të forcuar. Në disa vende do të ketë kushte për stuhi, me erë të fortë dhe mundësi për breshër.
Vazhdojmë me lajmet. Kryeministri i Kosovës ka lavdruar punën e Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Kosovës për inteligjencë pas aksioneve të fundit që quhen në konfiskimin e një sasie të madhe armësh dhe municioni në veri të vendit. Kurti ka thënë se në Republikën e Kosovës ka pasur proceset të çarmatimit dhe grumbullimit të armëve ilegale, por jo në veriun e Kosovës. Ai ka theksuar se aksionet e institucioneve të sigurisë kanë rezultuar jo vetëm me konfiskimin e armëve nga persona që kanë kryer krime, por edhe me parandalimin e krimeve të mundshme. Armatimi ilegal me tyta gjata, me gjithat municion, nuk është për hajre, është veç për shërë. Pra, jo vetëm që kemi konfiskuar armatim të atyre që kanë bërë krime, por në të njëjtën kohë kemi konfiskuar edhe armatim duke parandaluar krime në VM. Prandaj është një punë jashtëzakonshme e Policisë Kosovës edhe e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se është në nderin e kësaj legislature dhe të çdo legislature që t'i vazhdohet mandati i presidentit, në fakt ish presidentit Hashim Thaçi, duke cilësuar këtë si një kundërpërgjigje ndaj armiqve të Kosovës. Haradinaj ka deklaruar se çështja e marrëveshjes për presidentin është alibi dhe se ka edhe opsione tjera për të mos e mbajtur peng Kosovën. Edhe në këtë mandat të dytë cilin po e djeg, pra shihni, çdo 48 orë duhet thirret seanca. Nëse do në zgjidhje Kurti, pra regjimi i Kurtit, me thënë drejtën është nderin e kësaj legjislature, po edhe të çdo legjislature që t'ja vazhdojmë mandatin presidentit Thaçi. Po e mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.